fokusi që këto dy subjekte politike aktualisht, as PDK-ja, as LDK-ja nuk kanë lider. LDK-ja s'ka lider. Kanë lider. Nuk kanë lider në kuptimin e fuqisë politike e autoritetit mbrana subjektit. Që tash po më kujtohet, për shkak kur e keni po PDK-n që ka marrë e ka qitë në strukturat partisë ose i ka pyet dikan, Hashim tha që se kënë du të me pranu me hinë parti ose kanë jo. Një parti politike, të edhin, ka marrë plot njerëz për shoqërisë civile, për në kur as temë diskutimi së bon, pavarësisht që ka pas pak nësit noja, në plot figura që i ka përfshin në lista, por nuk ka pas. Nuk ka pas as në kohën e Rugos, nuk ka pas as në kohën e Isa Mustafas, veç kur ja hangër në orën ka Pleshnia. Pak ma shumë kur Vjosa Osmani është ajo që nështë e thejat leadershipin e Isa Mustafas. Po kjo të regon që nuk ka autoritet, me thonë nuk respektohet, pavarësisht që janë kryetar, aty mrena këtyne dy subjekte, se cili ose shumë figura tjera pretendojnë që e kanë qatë fuqi mrena partisë. Na kemi pa në plot raste kur edhe kritikojnë liderin, tani edhe dalin e bojnë lavdata njëri tjetër, për shumë që shpo luhet e LDK-ja, kryetari Prishtinës me kryetarin e partisë, apo të më është si me thajnë, bo shumë shefa në një parti. Edhe një pjesë e madhe ty në luajnë rolin e shantazhuesve, si me thajnë kanë vota, kanë fuqi elektorale, ma ne imponohen. Nësë këto situata imponohen edhe bojnë zhurmat maja për me i thirë edhe me rëndit ose me akomoduna për numrat mirë, kjo të regon që nuk është aktualisht dy këto subjekte politike, nuk e kanë një lider të fort, fuqishëm, që ka autoritet, ka respekt për i krejt strukturave, edhe si me thonë nuk e lenë me u bo që ka hallakamat maja mrena subjekte politike.